në Arafat ne zvina për tokën, ne vina veç për Allah. I 365 ditëve që ekzistojnë brenda një vitit, dita që mas shumë të Allah i liron rob i zjarmi xhenemit është dita Arafatit. Do të thotë, nata më e fuqishme cila është, nata më e begatshme cila është, nata e katërt apo. Ndërsa e kundërta e natës, dita cila është më e fuqishme është dita Arafatit. Do të thotë, dita mas shumë që Allah njerëzit pinë xhenem, shtin xhenet është dita Arafatit. Do të thonë, këtë vend të bohen çdo vit minimum 2 milion deri në 3, 4, maksimalisht 5 milion. Para mendo, 10 kilometra vend, hapësirë kjo është 5 milion njerëz me një vend me një ditë. Do të thonë diçka shumë e madhe. Këtu në ditën e Arafatit, kur është me 9 Dhulhixhe, ditën që bëhet dita Arafatit, nuk ka një pllon vend që s'ka njerëz. Sidomos që kjo kodra është e moshë me njerëz full. A e dini që pejgamberi Allahit alayhi salatu wasalam me kam të vetë as ka shkel në Arafat? A e dini? Pejgamberi Allahit ka hi në Arafat duke qenë përmi deve. Edhe ka hec. Ka hi devja deri sa është ndalë, ka bo lutje edhe ka mbajt hutbën e lamtumirës. Edhe pastaj njëjtë me deve ka dalë. A e dini cili është pojent edhe qëllimi? Që kur t'him këtu brenda, në Arafat, mos t'vin njerëzit thojnë se që tu ka shkel pejgamberi edhe ta madhrojnë tokën, po ta madhrojnë Allah.